Tuneli llogaras nga ky muaj me pagesja sa do të paguajnë qytetarët sipas llojit të mjetit. Brenda këtij muaji pritet që tuneli llogaras të nisë trafikimin e kalimit pasi deri më tani kalimi është bërë pa pagesë. Punimet për vendosjen e sistemit pagesës janë në fazën përfundimtare, ndërsa këtë të hënë janë zhvilluar testet e fundit për funksionin e pajisjeve. Në të gjithë tunelin janë vendosur kamerat e sigurisë dhe sistemet elektronike që do të mundësojnë tarifimin e çdo mjeti që kalon në këtë aks. Pagesa do të fillojë nga 100 lekë për motocikletat, ndërsa për mjete me tonazh të rënd tarifa maksimale arrin deri në 5.000 lekë. Për autoveturat kalimi do të kushtoj 250 lekë ose 500 lekë vajtje-ardhje. Mjetet me karroceri do të paguajnë 500 lekë, ndërsa furgonët dhe autobusët do të tarifohen 1000 lekë për kalimin. Autoritetet bëjnë me dije se pagesa do të zbatohet për të gjithë mjetet dhe ka për qëllim mirëmbajtjen dhe sigurinë e tunelit.